Mirëmëngjesi nga fshati Krushe e Madhe, nga vendlindja u Kshinhotit, edhe këtu ka pas fatin me linda Baramcuri, nga shtëpia muzeje e Baramcurit, gjatë kalimit të internimit. Familja Curi është ndalë në Krushe, edhe emrin e ka marrë prej zotit Shpiz Bajram. Sot 21 janar shënojmë për vjetorin e dëshmorit nga Krusha Fitim Doraku. Tash do bëjmë homazhe te varrezat për të vazhdu pastaj mes fshatit Sapniqe Fortes. Është lapidari Skënder Xhepit e Fitim Dorakut. Mirëmëngjes! A flatë të tjo? Rodzilja. Su është shkolla fillore Baramcuri, objekt i ri, i ndërtuar pas lufte. Ftoftë është akull me një herëve që ka kaplu. Shkoj pak pe pastroj vendin aty. Nëse është bërë mundet me rshit dikush. E tani i presim edhe tjertë. Hapuni o dy dyrtë xhenetit o Kjo është kompleksi memorial. Këtu është muzeu i masakrës të Krushës, ku janë dëshmit mrena gjithë shkaras masakrës të Krushës. Borave që ka zbardhur. Nesër vinë ata. E pastroj pak për mos më rshit. Mirëmëngjes Lehat, puna mbar. Mirëmëngjes, ma i miri fshatit, kryetari fshatit. Lavdi, Po sholla. lavdi dëshmorëve, lavdi fitës. Po ju. Sot 21 janar nga ka zbardhur me borë. Është po vjetori Fitim Dorakut të Skënder Xhepit. Fela si çdo ngjarje çka ka për fshat. Dhe më sot i ka kry edhe i kryn me sukses vullnetarisht. Kemi me të pak në fshat. Çdo ditë ku ndohen nga jeta e njerëzit. Kemi me borxh me i bë këto punë të vogla për veprat e mëdha, rënët heroike të dëshmorëve, jo vetëm sot që i kujtojmë, po të gjithë dëshmorëve ndërbreza. Atyre lavdi për familjet respekt, po edhe për ty për punën që e bën pandal. Të lumt. Këtu janë gjatë e 4 në mërë që presin trupët, dhe më thonë pa varë që presin eshtrat, kaluën sa vjetë, 27 vjetë. Krushë si më bojnë a gjatë e 4 personë, dhe më thonë mesin e tyre profesori u Kshinhoti. Njerëzit kanë filluar të bohen.
Mirëmëngjesit gjithëve. A flajtet apo shuheta, a mundoleta? E këta janë profesorët e gjimnazit Tukshin Hoti dhe drejtori Mahmud Doroku. Mirëmëngjesi. Profesora, a mundoleta si kaluta? Edhe Rema, aktivisti pa lodhër vllovi të Dëshmorit. Tash po na vjen edhe Hoxha, Mulla Aliti. Mirëmëngjes. Të zok, mirëmëngjes. Hoxhi mirëmëngjes. A mundole? Ku ki kapelen? Stot, hajde më ta sef. Mirëmëngjes. A flajtet apo shuhet a mundole ta? E këto janë motret e fitimit që po vinë. Edhe vllo, vela. Që pas ko madha mërgjimtar, Ilmia. Mirëmëngjes Ilmi. A mundule ta? Faleminderit. Faleminderit. Qysh. Tash në ardha dhe djalli Gjavit Elshanit, mirëmëngjes. Gjaviti ka ndru jenë 2021-ën, është plagos bashkë me fitimin Mustafën e Skënderjajnë. Këtu e kemë edhe Ibrahim Gashin, mërgjimtar Ibrahim ju plagos në demonstrata 27 janarit në Gjajën ku kanë ra 4 dëshmor, e cilën e kemë mas 6 dite në Brestovës. Jeton mërgjim. E i fundit që puna vinje është Zoja. Zoja i Bacësbeq, Zoja i Begushit. Edhe Zojnë e njojnë shumica. Ja përshëndes djemët edhe këti në Gërbet. Mirëmëngjesi motra, vllazën të Fitës, Nipa, Daj, miq. Mirëmëngjesi gjithë nga zona Nagopci, Qëndrysa, Celina, nga do që keni ardhur Rahoveci. Mirëmëngjesi Hoxh, mirëmëngjesi gjithë familjarë dëshmorëve, profesor, mjek, gjithë që jeni këtu, miqët dashamirë. Sot jemi mbledh në këtë vend të shenjtë, pranë kësaj bardhësie të vorës, për të kujtu shpirtin e bardhë fitimit, ashtu siç edhe vetë ishte e shkoi në përjetësi. Andaj në shenjë respekti për Fitën dhe për dëshmorët e tjerë, ju ftoj të gjithëve që të qëndrojmë 1 minutë të heshtër. Lavdi. Pra sot e 27 vite më parë, në njërën nga betejat që djenë të Krushës bashkë me ushtarët e tjerë të zonës operative të Pashtrikut, gjithësisht e brigadës 124 dhe brigadave të tjera që operonin në zonën tonë, nga rrethinja ishin nisur për të shku në ndihmë brigadës gjithësisht zonës Dugaxhinit, ku atje bëheshin luftime. Në një prit të cila akoma ngjall fjalë se si ndodhi, aty mori plagët e përjetësisë Fita për të kaluar në amshim me datën 3 prill në Pagarush. Ne që e kemi njohur Fitën për safërmi, që jemi rrit bashkë me të, do ta kujtojmë Fitën ashtu që ka qenë i miri, trimi, i pandalshmi, i guximshmi, dhe ai Fita që ishte i veçantë nga të gjithë të tjerët. I lumi ai për vete çfarë ka qenë, po edhe ne të gjithë familja në veçanti duhet të jenë krenar se çfarë djali ka qenë, çfarë burri ka qenë. Burri i cili edhe u fisnikru, u rrit, u bë edhe më i madh në ato ditë të betejave. Sot
në këtë borë edhe pse e but e pas një frikë, njerëz pretojnë me dalë. Po ka dhe arsye të ndryshme, por ju kisha thonë të gjithëve, dilni respektoni këto vende, këto varë, sepse falë tyne ne sot e gëzojmë lirin. Ka shumë për thonë, unë jam ai më spaku që kam drejt do shta me folë, po gjithashtu du me qu edhe një mesazh tek gjithë kush ndëgjon e kush shef. Nëse nuk mundeni me ndihmu ushtrisë, ushtarëve të QK-s, veteranëve, ushtarëve, të cilëve secilit veç e veç i përkulemi deri në brez për gjitha të bëmat, familjeve tyre në veçanti që e kanë mbajtur këtë barë të rëndë që 27 vite, që 3 dekada, atëherë leni ushtarët, leni komandantat se vërtet është tepru. Nga Krusha kemi thirrë gjithmonë në bashkim, jo ndarje, jo përqarje, jo fyrje. Krusha e ka dhënë një provim të madh, ndër dekada, ndër gjenerata, ku është kone nevojshme, është përgjigj me bukë, me ujë, me krip, me një ilaç, me një paku me ndihma, me një plumë, po edhe me trupat e krushanëve. Kështu që nga këtu, shumë sinqerisht, të gjithë politikës ditore, të gjithë njerëzve të cilët përmes UÇK-s, apo në UÇK në marrën target, nuk është e ndershme, nuk i bën mirë kombit. Ne kërkojmë bashkim, jo ndarje. Fitës, Regjepit, Skenderit, e të gjithë të tjerëve u qoftë lavdi, ndërsa juve ndere respekt. Faleminderit gjithëve. Nga këtu ju ftoj si që keni pa dhe njoftimin që do të shkohet tek vendi i rënjes sipër fortesës, aty ku edhe nga plagët e mara në atë nast, nuk i kemi më dhe 2 bashkëpunëtar të devotshëm, Mustafa Baraktarin Bacintafi, cili ka qenë njëri jashtëzakonshëm, po gjithashtu edhe Xhavitin Shanin, që kanë ndru jetë pas luftës. Edhe atyre lavdi e nderë. Ju faleminderit gjithëve, shihemi atje tek vendi. C'è famiglia che ne ha una Garojmë dëshmorët. Lavdi. Tash po shkojmë. Vet jam drejt fortesës. Hajde. Bot. Hajde komiq, hajde komar. Kur ka qenë trit ma mirë me najt këtu, pas po rrinë për pleqë. Po rrinë, hajtë se plakën edhe ata. Ka me lyp këtë vend. Që e ka zbordë. Veç 4 vjet jenë, hajde. Që ku kom makinën. Tash po shkojmë drejt fortesës.
kemi arrit këtu të vendi i Ranjës ku Skënderi ka ra dëshmor. Në qenë duke shku për Dugazhin, zonë Dugazhinit, ndim Ramusha Radinit. Është në ardhur dhe policia shtetit. Para se të shkonin në betejë edhe kur ktheheshin nga betejë dhe sidomos atyre që binin në këto fushë betejë. Edhe në këtë rast ne kemi ruajtur pak minuta për Marselën, Sokolin dhe Oltin, është Besa dhe nipat e Skënder Xhepit, të cilët e kanë një recital. Hajdeni jema. Janari thot, janar me atësor, nuk i ndalë frimat, shkau t'i bojnë e Ngritë zonën ploki botën. të fort si fortesa me pushkën në dorë, me mision të fshest për çliri me në tënë Kosovë. Skënderi i Mrasorit, Skënderi i Shqiptaris, plumbi se kësoj trimin e liris, nga mërgimi erdhi shpres plot që Shqipëria e madhe të raj për kjetë e madhe. Krusha heroike që se një dorëzimin, ja foli kësaj toke djalin më të mirë fitimin. Si pa trembur ishte në lulet të rinis, e shkroi historinë me plagët e liris. Kjo datë e shënuar 21 janari, do t'ju kujtojmë për herë Xhavit Elçani e Mustafa Bajraktari. Lufta juaj e drejt, ishte luftë qërimtare, do të ju nderoj gjithmonë me krenarin më të madhe. Lavdi! Sapniq, Fortes, Zerce. E tash të bimit, pas të bimit, ftoft është, të ndalmi të kafeteria Oda, të nipët në Fortes. Ballacakët, familjen e dëshmorit, Krëshnik Popaj. Këtu është pllaka epopeja e Fortesës, ku është dëshmor Gani Paqarizi, Tafil Zibire edhe Agim Kelmendi. Para dhe dite ka pas vërshime me 6 janar, kjo rrugë ka qenë gjithsa me ujë, si që një pa në barrjete sociale. Edhe tash parking ki edhe Majtas edhe Djacas. Ja dhe tash arritëm të vendi në Nod, më thonë kafeteria Nod. Kjo ka qenë Nod e ka bo lokal, pasi tash Odët nuk po ka më njerëz me najtë gjatë dimnit e përshëndetje një bosh. Ku je mali? Qysht ka mali? Hajde. Inshallah e këzoni e shkon marë. E terasa këtu për verës. Këtë bëhet me pi kafe këtu, film. Tash bashkë me familjarët dëshmorë, veprimtare, kush ka qenë të bim. Hajde Bukurosha. Lodriq. Restoranti. Tu edhe zjarri ndezet. Valloja si hera. Këtu e kema dhe nipin Zenelin, babën e Ilirit. Komar kjo otë ka qenë, edhe u shëndrun lokal. S'ka më njerëz në përëlla. Hajde Joni. Hajde pasaj Suf, u pafshimet mira. Hajde Joni Bosha. Kryetar, u pafshimet mira. Që malë mirë pafshim. Naim, u pafshimet mira. Hajde daj.
Naim, u pofshim me të mira. Hajde daj. Sa kollë toma për